kemi një moment të ri global, nuk është ajo, mos ta krahasojmë me 2022-2023, një moment në të cilën kemi rritje të derivateve të naftës, por në të njëjtën kohë kemi edhe masa globale, të cilat mirën paraprakisht që kjo val pak të zbutet. E tash pyetja, cilat sektor mund të preken? Në fillim, si çdo herë, sektori transporti çdo herë do të fillon është ai i cili preket i pari, për arsye se e dim ne krejt varemi nga derivatet e naftës. Këtu mund të kemi lëvizje të çmimeve ose kemi një farë lloj krize në këtë sektorin e transportit dhe mandej pas sektorit të transportit vinë sektore tjera, mbi sektorin drejtuarisë deri te prodhimi i ushqimit, do të kenë një farë lloj prekje të krizës, por ende jemi në një fazë kur është tepër herët të japim prognoza se sa mund të zgjatë kriza ose sa mund të ketë impakti i kësaj krize. Domethënë, për momentin kemi një situatë psikologjike te qytetarët, ku të prirur nga ajo përvoja që e kanë paraprakisht, mund të vinë me një situatë kur paraqitet një farë lloj krize, por duhet jemi për momentin vigilant dhe duhet të shohim se sa mund të zgjatë kjo krizë dhe sa mund të ketë impakt kjo krizë në këto disa sektor të cilat i përmend. Kemi dy momente interesante këtë të ndara njëra me tjetrin, dy situata të ndara. Situata e parë, kompanitë e distribuimit të naftave e detyrimi ligjor e kanë prej 60 deri 90 ditë të kenë të furnizuara derivate të naftës, domethënë rezerva të naftës. Dhe momentin që cilën e paraqitet atë ditë që bo ai haosi total në për këto pompat e benzinit ishte në mënyrë jo etike nga ana e furnizuesve të naftës. Nuk është korrekte të bëhet kjo, për arsye se ato kanë derivate të naftës sipas ligjit në rezervat e tyre. Nuk duhet të ndalet furnizimi i naftës në asnjë moment, në asnjë pompë të benzinit. Kjo ligjërisht duhet të sankcionohet në atë momente të caktuara. Dhe tash hym te ajo pyetja tjetër. Ne e dim parafërsisht për shembull në bazë ditore ne harxojmë prej 1.3 dhe 1.5 milion litra naftë në baza ditore. Dhe ne këtë statistike e dim, statistikë të dhëna të qarta dhe publike. Më shumë se kjo dhe më pak se kjo nuk mund të ketë. Mund të ketë momente që ishte si e përmendëm këtë kur u turën të gjithë në pompat e benzinit, por kjo është një moment i caktuar, kur bëhet kjo situata dramatike. E tash kjo ishte një situatë tjetër, moment kur 60 dhe 90 ditë e ke të patjetërsueshme si derivate të kesh rezerva për distribuimin e naftës, sepse në bazë të kësaj e merr licencën për të ushtruar këtë detyrë. Momenti tjetër, rezervat e naftë, rezervat shtetërore janë 45 ditë. 40 dhe 45 ditë i ka shteti jonë, për dallim për Unionit Evropian të cilët janë 90 ditë. E tash këtu kemi një moment. Nuk munden derivatet e naftës të shkojnë deri te qytetarët ashtu që t'i lamë në mënyrë të rregullt ato të shkojnë. Dihet rezervat e naftës ku shfrytëzohen dhe si shfrytëzohen. Shfrytëzohen te institucionet vitale të cilat i nevojitë shtetit për të funksionuar në mënyrë normale në momente të caktuara, 40 dhe 45 ditë. Këtu kemi një moment tjetër, këto s'duhet i përzim në asnjë moment. Momenti i derivateve të naftës ku i mbajnë distributerët e naftës dhe momenti i shtetit ka në tjetër moment të caktuar. E tash, problemi është këtu. Si ne erdhëm deri te kalkulimi i naftës, a duhet te ligjin të cilën e ndruar te Komisioni Regulatori të bëhet në këtë mënyrë shumë të vrazhgët dhe shumë të shpejtë. A duhet ne të bëjmë sikur vendet e rajonit të kalkulojmë në baza ditore? Po, do të thuani do të rriteshin çmimet në këtë mënyrë, po nuk do të kishim mandej presion psikologjik të qytetarëve, sepse në bazë ditore do të rriteshte, po edhe në bazë ditore do të zvogloheshte çmimi i naftës dhe do të kishim një farë lloj balansi në këtë aspekt. Një situatë ku ne themi kështu, nuk duhet të ketë presion në bazën e inflacionit, sepse kemi një problem vetëm të derivatet e naftës dhe nuk mundet kjo të bëhet një farë lloj efektit këtë më dramatik, për arsye se ende është herë të hapim prognoza. Në pjesën tjetër, na shifni, te ne ende është e vale shpekulimeve dhe këtu duhet të mirën masat qeveritare shumë më shpejt, pikërisht te këto produkte, sa shpejt mund të rriten këto produktet elementare. Ne nuk kemi problem me furnizimin e vajit për momentin. Ose kemi pas edhe aty rezerva, ose dihet se janë rezervat e atyre. Mirë po ja që fillon të kalkulohen çmimet. Tash cillën do masë që ta merrni ju, janë të përgatitur pjesa tjetër se si ta reagon në bazë të asaj masë. Këtu duhet në mënyrë sistematike të vijnë masat. Dhe nuk
momenti në mënyrë fizike të çojnë njerëzit, inspektorët të ndryshëm, sidomos inspektorët e tregut, dhe të vërejnë a kemi lëvizje të çmimeve. Jo, në mënyrë sistematike. Sa ato lëvizin çmimit prej te prodhuesi deri te furnizuesi final, te konsumatori, dhe të shohim se kush bën këtu lëvizje të çmimeve. Dhe normal që ato do duhet patjetër të sankcionohen, po jo në sanksionimin ashtu që janë mësuar të sankcionohen, që e dimë një atë rastin me ato me bashkimin e një kuarteli që e bënën këto, dhe sanksionet ishin më shumë qesharake se sa ashtu që si ose etiket e ne nuk funksionon, ne mund të jemi propaganda dhe fjalë që mos të rritni çmime dhe kundërta mund ndodh. Por në mënyrë sistematike të shifet se kush i bën lëvizjet e çmimeve në bazë të qytetarëve. Dhe kjo është ai momenti të cilën ne duhet ta shohim. Kemi një moment tjetër kur tash në bazë të akcizave dhe TVSH-s kemi rritje të ardhura në buxhetin e shtetit. Më thonë, këto në bazë të buxhetit të shtetit, ku do të transferohen këto tolla? Shihni, mirën paratë prej te qytetarët, normal është inflacioni 2.9 si masenti statistikor, a do të kemi rritje, këtu do të jemi të kujdesshëm, mos ja marrim fuqinë vlerës së qytetarit nga një anë, nga ana tjetër, as ekonomisë mos t'i marrim të holla, sepse kemi situatë të rikuperimit ekonomik këtë vit. Dhe këtu do të jetë, si do të mund kjo të luhet në këtë moment të caktuar, do duhet patjetër të shifen edhe rekomandimet të cilat i japin edhe institucionet serioze, më thonë edhe evropiane edhe botërore. Tash kemi sot ose nesër del Banka Qendrore Evropiane me rekomandimet e veta. Më thonë, dhe duhet këto të shifen rekomandimet dhe të trajtohen edhe këtu në vendin tonë dhe mos bëhen masa të përshpejtuara ku do të nxisim inflacionin nga një anë, po nga ana tjetër edhe do nxisim krizën në vendin tonë. Ky moment u huq, domethënë në vitin 2022. Në momenti të cilën u huq atëherë si mas dhe do ta shifshim rezultatin sot, është mirë domethënë ne që mos të luajmë shumë me çmimin e tregut, por ama mund të luajmë me çmimin e akcizës edhe me çmimin e TVSH-s për derivatet e naftës. Por kjo duhet patjetër të shifet në mënyrë shumë të kujdesshme. Domethënë si kjo do të reagojë, sa do të kemi ne, sa do zgjas kjo krizë. Domethënë mos marrim shumë shpejt hapa të përshpejtuara, sidomos me TVSH-n, sepse dëgjoj se njerë do të kapin të zvoglen TVSH-n, mandej të shkojnë në pjesën e akcizës. Unë mendoj se pjesa e akcizës është shumë ma interesante të zvoglohet, e ndinim se për arsye se mandej do duhet ato bëjnë sisteme tjera, do më thonë, marrin thuaja vendime tjera sistematike. Do duhet patjetër të shfrytëzojnë të gjithë rezervat, për arsye se aktivizohet pjesa e akcizës në situata kur kemi pjesë alarmante ose kemi në situatë krize, dhe mandej mund të shfrytëzojmë edhe këto rezervat e naftës shtetërore. Për atë arsye duhet jemi të kujdesshëm këto. Do të thonë cilën mas në cilën moment ta shfrytëzojmë, edhe mandej të fillojmë ta bëjmë këtë. Nëse bëjmë ngrirjen e çmimeve, do të thonë atëherë patjetër do duhet dikush ta paguaj këtë në berzë, në tregun të berzës, domethënë. Kishte një ide që të shkohet nëse rritet bareli naftës ose toni naftës me një periudhë të caktuar në mënyrë të thuaje përpjestueshme të mund të zvoglohet edhe akciza edhe TVSH-ja, që është ide e mirë, më thonë që duhet të shifet, më thonë të analizohet dhe në bazë të kësaj të mundet as buxheti shtetit mos humbë, as qytetarët mos paguajnë shumë shtrenjtë çmimin e naftës, dhe të mbahet një farë lloj balansi. Më thonë ka metoda dhe mënyra se si kjo në mënyrë më të mirë ky shok ose kjo aftershock ose si duheni thoni të mund të zbutet pak më mirë.